Reperi i njohur shqiptar Stresi ka reaguar sërish ndaj zhvillimeve brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke shprehur hapur pa kënaqësinë e tij për një nga banorët aktual, aktorin Laert Vasili. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Instagram, Stresi ka ndarë një video interviste realizuar disa vite më parë, ku Laert Vasili deklaron se është me origjinë greke. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagim të fortë nga ana e reperit, i cili nuk ka kursyer kritikat. Nuk e fajti, por ata që të votojnë, shkroi ndër të tjera Stresi, duke e shoqëruar postimin me tone të ashpra ndaj aktorit. Kujtojmë se që nga hyrja e gjestit në shtëpi një tjetër banor i këtij edicioni, Stresi e ka përkrahur fuqishëm atë. Ai është shprehur në disa raste se gjesti është konkurrenti i tij i preferuar dhe se beson që do të shpallet fituesi i këtij sezoni të Big Brother VIP Albania. Ky nuk është rasti i parë kur Stresi përfshihet në debatet që ndodhin brenda formatit, duke ndikuar jo rrallë edhe në opinionin e ndjekësve të tij. Reagimet e tij priten gjithmonë me interes nga publiku, sidomos për faktin se ai vetë ka qenë fituesi një edicioni të mëparshëm të një reality show të ngjashëm. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.